Ndryshe nga vitet e kaluara, atmosferës së festave të Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri në Greqi i mungonte entuziazmi dhe vërshimi në sheshe i turmave të banorëve të ishujve të Egeut, me sa duket ndikuar nga kriza e rëndë ekonomike që po përjeton shteti helen. Gjithçka duket ndryshe, duke filluar nga dekori i rrugëve dhe i shesheve, lëvizjet e qeta të njerëzve që në dimër zakonisht është ndier pas largimit turistëve, por ky vit duket më i varfëri që ka kaluar Greqia 30 vitet e fundit si anëtare e Bashkimit Evropian. Në zonat periferike të Rodosit dhe brenda qytetit kanë nisur përgatitjet për Krishtlindjet. Më të ndjeshmit janë fëmijët që çdo vit janë grumulluar në sheshe dhe lokalet me lojna dhe dhurata. Gjete shortën. Gjërat mirë janë.